Në seancën e së martës, domat e specializuara të Hagës dëgjuan dëshminë e Gjok Kovej, i katërti për mbrojtjen e ish-presidentit Hashim Thaçi. Kovej, i cili ka shërbyer si zëvendës përfaqësues special të sekretarit të OKB-s në Kosovë, Bernard Kushner, shpjegoi se gjatë viteve të konfliktit të Kosovës nuk kishin vërejtur që Thaçi të kishte ndikim të drejtë mbi operacionet e UÇK-s. Ai theksoi se ushtria çlirimtare e Kosovës kishte karakter të decentralizuar. Ne kuptonim që UÇK-ja ishte më shumë se një lëvizje se sa një ushtri, ku komandot lokale vepronin me një autonomi të gjerë. Ata vendosnin për veprimet e tyre në zona dhe nuk kishin nevojë të raportonin çdo gjë te Thaçi. Kovej shtoi se marrëdhënia e ish-presidentit me komandantët ishte ndërlikuar dhe se ishte pamundur që një udhëzim apo urdhër i tij të menaxhohej në terren. Dëshmitarët gjithashtu theksuan se nuk ishte një komando qendrore efektive në UÇK gjatë viteve 1999, duke e përshkruar organizatën si një rrjet decentralizuar ku çdo njësi apo komandant kishte lirinë të vendoste për veprimet në fushën e tyre të operimit. Qëndrimi i Kovej mund të ketë një peshë të madhe në mbrojtjen e Thaçit, duke vënë në dyshim mundësinë që ai të ketë dhënë urdhra të drejtpërdrejta për veprimet e njësive të UÇK-s. Seanca vazhdon dhe pritet që mbrojtja të therrasë dëshmitar të tjerë për sqaruar rolin e ish-presidentit gjatë periudhës së konfliktit, duke hedhur në dritë mbi strukturën e komandos dhe mënyrën e funksionimit të ushtrisë çlirimtare të Kosovës.